Tolfri ndalë në kundërsojnë për 3 pike edhe një herë është sakt. 3 shampanje 5 e Alexis Tolfri e pandajshme sonte. 21 pikë Alexis Tolfri në anën tjetër. Lalaj nuk qëllon nga gjysmë distanca, me topin Hagans edhe njerë. McBake përgjigjet me treshe. Pika e 6 e Sara McBake. Vranici tek Landrum. Edhe njerë Sara Vranici për 3 pikë, nuk është sakt King aty. Gjysmë distanca nuk qëllon lufton për ato, i si përfundon në duart e Lalajt në anën tjetër në kundërsojmë daljen mysafiret. Hagans tenton për 3, nuk është sakt. Sara Vranici e merr topin në kosh. Landrum, izi e bukur e saj. Dalet në depërtim nga McBake, do t'jetë në fakt në vjen e gjuajtjes së lirë Landrum, e cila sot figuron si kapitene në skuadrës së PS03. Qëllon Landrum 63 me 30. Hagans ka këtën. Akten blokohet dhe shkakton edhe personale dhe Vranicit e cila e mori atop. Anën tjetër, Tolfri edhe një herë. Nuk den të ndalet show nga Alexis Tolfri. 7-6 për treshe. Akte në anën tjetër nuk qëllon. E kësa është Tolfri që ka luajtur e fundit. 24 pikë nga Alexis Tolfri. Fenomenale. Qfar paraqitje. 6-6 me 30 është rezultatit. Edhe njerë Tolfri. Hynë e dala i top kësaj radhe. Por është vetëm fillimi i qereku të tretë dhe do të kemi edhe shumë pikë nga Alexis Tolfri sonte. Do të kemi sigurisht 11-9 është nga loja aktualisht. Vetëm 2 herë ka huqur sonte. Landrum. Vranici për 3 pikë. Nuk qëllon. Hagans. Lalaj. Dick McBake. Hagans. Semanjaku. Gjen disi të përtimin, por jo edhe realizimin. Topi në duart e King. Deri në fund, King. Pika e 17 e saj për pos 9 kërcimeve, 3 asistimeve, 2 topave të vjedhur, performancë briljante dhe saj 68 me 30. Semanjaku nga gjysmë distanca realizon. Semanjaku. Vranici tek Landrum.
Sara Vraniqi. Deri në fund nuk qëllon. Kthehet topi. Si në duart e saj jo për qëlluar. Lajaj. Semanjaku personale deri në fund. Semanjaku. Shojnë personalen. Sa Vraniqi e lë vendin për Selmanin. Qëllan edhe nga vja i gjojtjes e lirë Semanjaku. Karakterit e saj. Landrum, King, Selmani, Sar. Sar, këtën cek Landrum, Sar, dyfishuar. Landrum, King, gjuan për 3. Nuk është e sak Selmani, dhe në të amara top, lufton. E fiton e këtën cek Toll Free, King. Nuk shkon ai top tek Landrum. Nervozohet trajneri Ismail. Api vjedhur nga Sar e vëmendshme. Blokohet me personale, do t'jetë në vjen e gjuajtje së lirë. E shojnë njerë personale në Hagans, që i jabë dy gjuajtje të lira. Sar. Sakt, Sar në tentimin e saj të dytë, ma në topin Musafiret. Dick për 3, është sakt, Catherine Dick. Tresha e saj e 4 sonte, pika e 14, startoj fërishëm ato 11 pikë të saj pa huqur as një herë. Catherine Dick. Landrum, King, Sar. Edhe njerë Landrum, edhe njerë King, bukur lëviz topi, vjen Treshja. Aksion fantastik i ekipit të PS03. Sa bukur lëviz topi e në anën tjetër dhe mbrojtje e mirë e pejaneve. Alexis Toll Free, nuk qëllon kësaj radhe. Ljalaj. Semanjaku. 3 sekonda të gjuan në një mënyrë mjaft interesante Pam Rodriguez, por nuk arriti të realizon marrin topin ekipi Pejan Landrum. Toll Free edhe një tek Landrum. Selmani. Toll Free. Gjuan edhe një herë. Treshja e 7. Do t'jem këtu vetëm për t'ja numruar sonte. Treshet Alexis Toll Free. 75 me 38. 10-7 për Treshe, 70% saktësi. Qka themi? Alexis Toll Free Show në Karagash të Pejës. Zëvendësohet Selmani, shala në lojë. Tentim tjetër për Treshe nga Rodriguez, pa kërcyer fare, po tenton për Treshe. Paska shuti saj mjaft karakteristik. Toll Free edhe një herë jo.
e pash që nuk do të përfundon në kosh. Në anën tjetër Lala nga gjysmë distanca me ndihmën e tabelës arrin të qëllon. Time-out kërkon trajneri Izet Ismail. 2 minuta e 21 sekonda deri në përfundim të çerekut të tretë, 75-43. Epërsia super e thellë dhe pavarësisht faktit që ka një epërsi të thellë, ekipi i 5-0-3 kërkon time-out. Shojmë në plan të parë trajnerin Izet Ismail, i cili po të tregon që nuk do të ndalet realisht pavarësisht e përsisë thellë. Sar në zhojnë lëvizjen lojtarët 5-0-3. Shala shkon deri në fund, Elsa Shala nuk arrin të qëllon. E në kundër sol McBaig deri në fund është sakt. Sar dovin tek Shala. Joseph pull free. King deri në fund. King nuk është sakt. Semanjako personale Alexis Tolfri do t'jetë në vjerë e gjuajtjes së lirë. Semanjako. Granici e Lëndrum ktheja në loj. Eksa. Do t'ullët King tek ekipi i 5-0-3 nëse nuk apo janë minutat e para që do t'ullët në bankën rezerve dhe Shala ullët. Nuk qëllon Semanjako në tentimin e saj të parë. 10 pikë të saj, lojtarja e dytë më dalluar tek Partizani. Është sakt në të dytën. Lëndrum tek Tolfri e mba në loj tope. Sar. Joseph. Dhe në fund nuk është sakt. Lalaj. Semanjako. Presion në mbrojtje, nuk ka dëvërtim. Lalaj. Deri në fund, nga një pozit shumë e vështirë qëllon kapitenja Ornella Lalaj. Për 75-48. Lëndrum, loj me këmbe Semanjakut, një qerek më miri menaxhuar i skuadrës së Partizanit, të cilat 21-19 janë aktualisht në këtë qerek, për janë edhe 22 sekonda deri në përfundim të qerekut të tretë, pra qereku i vetëm në cilën janë e përsi ekipi Mysafir, teksa ka gabim në hapa nga Sar, topi humbur i pejaneve. Është vetëm topi 5 i humbur në këtë ndeshje. Në anën tjetër McBaig deri në fund realizon
75-50, shkrihet sa do pak rezultati në këtë qerek. PA03 shkoj edhe di në plus 38. Gjithsesi përgjigja erdhi nga ekipi i Partizanit. Bukur ai top tek Joseph, nuk qëllon në kosh. Landrum nuk e shikoj semaforin e as bashkëtare tipatit të lira. Përfundon qereku i tretë me rezultat 75-50, një qerek i fituar nga skuadra e Partizanit 23-19, pra e thash 38 pike përsi ishte në të mirë të P03, gjithsesi një përgjigje erdhi nga Vashat nga Tirana, që e shkrien sa do pak rezultatin. Alexis Tolfri me 28 pik pas 30 minutave, loj 11-7 për treshe e 20 pike në të kërcime nga Jordan King, fenomenali tek PA03, në anin tjetër tek Partizani 14 pik të Catherine Dick, 11 të Semanjakut e 10 tjera i ka shtuar Sara McBake. Rikthehemi pas pak me qerekun e katërt. Shojmë debutimin e Landrum me njëherë qysh në start të qereku të katërt, shaprantu me ekipin e P03, ku trajneri kërkoj nga skuadra që të mos shkrihet rezultati. Në realizimin nga Ornella Lalaj, përgjigjet shënimit të Landrum, Granici të King, Tolfri, Landrum, rujtje mirë nga McBake, Lalaj në anën tjetër nuk qëllon nga gjysmë distanca. Vranici për 3 pik, nuk qëllon, King tentoj ta marrë top, duket se është lënduar. Uj, përfundon jashtë. Ka mbetur në tokë King. Kësa në anën tjetër nuk arriti se Manjaku që të e pra nëna top. Granici, topi humbur i saj. Mentim për 3 nga McBake, nuk qëllon. Landrum shkondi në fund, nuk arriti të realizon. Para saj është Sara McBake, e cila tenton të gjenë në kundërson Ornella Lalaj, por pasimi ishte shumë i fortë. Momenti që në loj të kthehet Anila Selmani. Branici zëvendësohet.
Landrum tek Tolfri. Edhe njerë Landrum. Sar. Është duke shuar në kosh, tenton, nuk arriti të realizon topin në duart e mysafirëve. McBay ke lirë nga gjysmë distanca e që lën pikën e saj të 12. Landrum. Më mbrojtjen shumë më të mirë tani ndaj Alexis Tolfri. Nuk po I lejojnë ato hapësira që I pati. Në anën tjetër McBay, ki rëshet topi, rëshet edhe vetë Landrum. Në anën tjetër në kundërsojmë Tolfri, realizon e ndalet edhe me personale. Alexis Tolfri. E shojmë edhe njerë. Personalen ndaj Alexis Tolfri, cila do tjetë edhe në vijën e gjuajtje së lire, ka qëlluar tashmë pikën e saj të 30. Mjaftë I nervëzuar trajneri Izzet Ismaili, cili fillimisht e diskutoi me referin Artan Koshi, jasqarroi referi Artan Koshi gjithë situatën, I tha është vrejtje herën tjetër, do t'a jap teknike për këtë kundërshtim. Dhe më pas dhe unë dëshkua me teknike, pasi që vazhdoj të protestanti trajneri Izzet Ismail. I jep një gjuajtje të lirë ekipit të Partizanit, pavarësisht rezultati 79-55 në disponim të mirë duket ekipi mysafir. Është saktë edhe nga vija e gjuajtjes së lirë Alexis Tolfri, 31 pikë të saj. Pa personale. Selmania ka prekur e fundit edhe më tej vazhdon t'i takon topi skuadrës Partizanit. Semaniaku. Tere në fund, blokohet nga Sar. Cila në Alexis Tolfri që blokohet. E shojmë edhe njerë blokatën e Sara McBay. Gjatë pjesë e pare potencoa, I ka specialitet. Nuk rajtop tek Joseph në kosh, nuk arrin të realizon luft. Anila Selmani e merë topin e cila e shëllon pika e 4 të Selmanit. Për 82-55. Bejk Fekolari. Semaniaku. Shkona I top tek Sara McBay në kosh, e cila edhe njerë është sakt. Shumë lojë më e mire Partizanit në pjesën e dytë krahasuar me pjesën e parë, gjithsesi e përsia vazhdon të mbetet e thellë ekipit të P03 fal paraqitjes peaneve në 20 minutat e para. E ajo që nuk po ndalet është Alexis Tolfri. 33 pikë. Në anën tjetër, Fekolari për 3 është e sakt. Për të përgjigjur 84-60, po e shumë një Partizan që po tregon karakter në këtë pjesë të dytë.
dhe shumë loj më të mirë, gjë të cilën nuk e pa mas pak gjatë pjesë së parë. Larg ishte PA 0-3 më e mirë. Alexis Stolfri 35 pik në anën tjetër se Manjaku për 3 nuk qëllon, Selmani e kontrollon topin në kosh. King Sar kur tek Joseph që realizonin dalet edhe me personale. Tjetër në vjen në gjuajtje së lirë. Ne shojmë edhe njerë personalin ndaj saj. Tjetë dhe këtë në fakt edhe një gjuajtje të lirë. 88 me 60 është rezultati aktual. Unë si të e thëllon edhe më tej për Joseph. Nuk arrin të realizon, ka shkelur vijën në 5 minuta loj deri në fund. Loj e kontrolluar plotësisht nga skuadra e PES 0-3 dhe më tej pavarësisht që ekipi mysafir në pjesën e 2 tregon loj më të mirë, por gjithsesi pjesa e parë ishte mjaftueshme që tjetë kjo e përsi e thellë. Tim treshe edhe njerë Fekollari, 2 treshe të saj të qëlluara. 88 me 63. Në anën tjetër Sar nuk qëllon nga gjysmë distanca, topi në duart e Sara McBake. Tim për 3 nga Gjenën të këtë cila nuk qëllon, vitet 88-63. King të kësar. Edhe njerë du të tenton Sar nga gjysmë distanca, nuk qëllon. Fekollari realizoj në 2 raste për 3. Njera pas ka qenë dyshe, ka shkelur vijën 5 pik të Fekollarit, nuk qëlloj kësaj radhe. Alexis Stolfri në anën tjetër. Stolfri për një tjetër treshe. Alexis Stolfri e 8-ta treshe e saj. 12-8 për treshe. Vetëm 4 herë ka huqur. 38 pik të Alexis Stolfri. E thash, Alexis Stolfri show kemi sonte. Arsyeja e kësaj e bërësie të skuadrës së PES 0-3. McBake, personale duket që ka. Kemi zëvendësim të PES 0-3, Sar lë vendin për Landrum. Nuk e qëllon McBake tentimin e parë. 14 pik, 9 kërcime, 5 asistime të saj. Fitoria më inflavshme në fushë tek skuadra e PES. Në fakt, falë në Partizanit. 91 me 64. Stolfri. Landrum. Dhe në fund, Landrum arrin të qëllon pika e tij të saj pos 10 kërcimeve, 7 asistimeve. Kontributim madh i Gjusi Landrum tek skuadra sonte, pavarësisht që nuk ka shumë pik. Fekollari në anën tjetër nuk qëllon, merr topin Jordan King, e cila tashmë ka kompletuar double-double për 20 pikëve dhe 10 kërcimeve. Joseph deri në fund, Joseph shkon. Edhe njerë është sakt Joseph, pika 10 edhe saj. Tarja e 4 tek PES 0-3 me pik 2 shifrore. Ka edhe 5 kërcime. McBake tek Fekollari. Rinë si topi të tek McBake e cila tenton, por airball i saj topi në duart e Landrum. Stolfri për një tjetër treshe.
edhe një e nënta sonte. E thash më parë do t'jem këtu për t'ja numruar treshet Alexis Tolfrit. 9 treshet të realizuara, 41 pik. Qa themi për këtë performansë Alexis Tolfri sot? Në fundik nuk arriti të realizon. Landrum blokohet. Tjetë në vjen e gjuajtje së lirë. Tërem 10-9 me treshe është Alexis Tolfri. Potencaj vetëm 4 herë ka huqur 21 tentime në përgjithësi nga loja. 15 herë sakt. Landrum e qëllon në tentimin e saj të parë. Nga vje gjuajtje së lirë, pika e 9. Edhe ajo mund të kompleton tash më double-double. Nëse e qëllon edhe këtë gjuajtje të lirë, nuk e bën, betet 99 me 64, nuk e qëllon pikën e 100 të skuadrës së PS03. McBake. Gabim në hapa. Do të kthehet në lojë tek PA03. Joseph zëvendësohet. Pra 99 me 64. Vazhdon kontrollin ndeshjes, rikthehet e përsia për 35 pikëve skuadrës së PS03. Këtë edhe ka kërkuar trajneri. Mbrojtje e mirë kësaj radhe e mysafireve. Gjenantik për 3 nuk është e saktë, më të i vazhdon topin të jetë në duart e mysafireve. Hagans deri në fund nuk qëllon. Sare merr topin Landrum. Landrum dëbërton deri në fund dhe kësaj radhe ka personale, nuk arrin të qëllon. Ne shohim dëbërtimin e Juicy Landrum. Nuk qëllon në tentimin e parë. Asësi të realizon atë pikën e 10 për të kompletuar double-double. Gjithsesi yllim mbrëmjes largë më e mirë Alexis Tolfri. 39 ka indeksin sonte. Sa kompleton tash me double-double Landrum. 10 pikë, 12 kërcime, 7 asistimet të saj. 164. McBake. Sa e shohim nën kosht realizon gjata. 166 Landrum. King për 3 pik. Nuk qëllon. Marrin topin mysafiret. Sekundat e fundit. Dhe nuk e di se çka po bën. McBake do ta tenton edhe një herë. Mbetet 166 rezultati final. 41 pikë të Alexis Tolfri, 9 treshe. Yllim mbrëmjes sonte pas një dyshim. 13-9 për 3 pikë. E double-double kompletuan Jordan King me 20 pikë, 12 kërcime, më falni. Gjithashtu i shtoi edhe 5 asistime, teksa 10 pikë, 12 kërcime, 7 asistime i pati edhe Landrum në pikë 2 shifrore, luajti edhe Sar 15 sësh e 10 i pati dhe Joseph në anën tjetër tek skuadra e Partizanit. Double-double nga Sara McBake, 15 pikë, 10 kërcime, 6 asistime, 14 pikë Gjana Catherine Dick dhe 11 pikë tjera erdhe nga Semanjaku. Tër fitore e skuadrës së PS03 të nderuar shikues për atë pozitën e 4 të thash gjithsesi i duhet edhe fitoria në udhëtim kundër flamurtarit në xhiron e fundit për të kualifikuar për
në Final Four të këtij edicioni të Ligës Unike në konkurencën e femrave. Kaq nga ky transmetim, ju vazhdoni të qëndroni me programin e pasur të Art Motion nga Unulpiana. Natën e mirë.